shumë gjuha e vazhdueshme toksike urrejtës denigruese e qeverisë dhe partisë politike vetëvendosje kundër gazetarëve. Raporti është absolutisht reflektim i gjendjes në terren. Gjithë ato që ka shkruar në raport janë lehtë të verifikueshme. Në kuptimin që ne besojmë që Kosova është renditur kaq keq, mbase nuk e kemi pritur as personalisht, as si AKK nuk e kemi pritur renditin kaq ulët dhe rënien kaq të madhe 24 vende ose 43 për 2 vjet në renditin e reporterëve pa kufi, por ato që thuhen brenda raportit janë gjëra që kanë ndodhur, duke përfshirë, besojmë ne, kryesorën, miratimin e ligjit të KPMS-së, i cili pasaj është shpallur jo kushtetues nga ana e gjykatës kushtetuese, presionin e vazhdueshëm për pavarësinë editoriale të transmetuesit publik RTK. Dhe mbi të gjitha besojmë një rol shumë të rëndësishëm gjuha e vazhdueshme toksike urrejtës denigruese e qeverisë dhe partisë politike vetëvendosje kundër gazetarëve deri në kualifikimin si bashkëpunëtor të armikut që përmendet si në raport. Po thu që çka është përshkru si narrativ është reale, po unë të pyeta edhe pjesën tjetër. A menon që është fair me u rangu ma keq se Shqipnia, se Serbia? Unë insistoj që ne të merremi me gjetjet e raportit tonë, nuk besoj që jemi në garë me dikon, ne e dim se si qëndrojnë Serbia dhe Shqipëria. Janë shumë keq, qëndrojnë shumë keq, sepse atje shumica e medjave në fakt në një formë apo tjetrën kontrollohen nga qeveria. Por kjo nuk e bën më të mirë situatën në Kosovë, ku ne nuk kemi media që kontrollohen direkt nga qeveria, por kemi media që sulmojnë. Ranglistën tonë personale me vetë personalisht, a menon që mediat në Shqipni dhe Serbi kanë ma pak liri se në Kosovë? Ne kemi, ajo çfarë unë insistoj të them është që ne kemi liri, por kjo nuk i atribuohet rregullimit as ligjore, as veprimeve të qeverisë. Ne kemi lirin sepse e mirëmbajmë vetë atë, po vjen me kosto të cilën mund ta diskutojmë gjatë emisionit.